Mirë mëngjesi, edhe mirë se vini në një tjetër video time. Jemi në qik si të blokuar, jemi në qik me grip. Është pak herët, është ora 6 pa çerekja tash, 5:43 minuta. Jam zgjuar ka një 2 orë. Pse? Kam prerë qik gishtin, edhe po ma bënte fap gishti. Edhe u zgjova. Pastaj u zgjua dhe Bianca ka një orë, që në orën 5 paca. Ndonjëm se ndonjëm krevat, pastaj dija që do zgjonte Evanin dhe I thash të zbresim poshtë. Si e preva gishtin, shumë e thjeshtë, e preva dje duke bërë një byrek. Si pritet gishte duke bërë byrek, po mendoja të bëja këtë byrekun që e kemi parë viral, që I pret në ripa, I bën kështu shpupurit, I hedh harxhin brenda dhe e fut në furrë. Edhe duke prerë, duke shpejtuar në të njëjtën kohë që duhet isha, duhet jam përgjegjës edhe për në punë që të shikoj çfarë ndodh, çfarë s'ndodh, duhet jem online gjithkohës 9:05. Edhe duke më nxituar besoj, se tani arrim në konkluzione, e preva një copës lëkure. I vura ato fashët, ato gjërat e tjera, mirë po nga që Evani e shikonte me fasho këtë, kishte dëshirë ta kafshonte. Kishte dëshirë ta kafshonte sot të rrë, sepse nuk e di, po Evani është Evani. Tani, ideja është, sistemoam një 2 gjëra aty, Bianca po ha mëngjesin nga dhomandënjës, po shkon te televizor. Unë vura një lavatriçe, dhe ora akoma s'ka ikur 6. Edhe pastaj po mendoja që të bëja një kafe dhe t'ulem të rinë qik, duhet kërkoj një 2 gjëra në telefon, në internet domethënë. Edhe duhet fokusohem qik le të themi. Doja ta nisja këtë video kështu, sepse juve përgjithsisht videot e mia I shikoni me vonesë, sepse unë përgjithsisht unë editoj dhe postoj aty që ka ndodhur një javë më përpara. Mirë po në momentet që unë nuk postoj, sepse nuk kam pasur kohë të editoj, atëherë ajo një javë përpara kthehet në 2 javë përpara, apo dhe 3 javë përpara, apo dhe 1 muaj. Më ka ndodhur. Kështu që unë mundohem që t'i postoj videot e mia në mënyrë kalendarike, ato çfarë ka ndodhur në mënyrë kalendarike, sepse nëse nuk do e postoj ashtu, do më bëhen lëmsh videot, nuk do di unë që se si t'i organizoj dhe nuk do e di se çfarë kam bërë në një pjesë dhe çfarë do bëj në pjesën tjetër le të themi. Kështu që prandaj ndonjë reagimet e mia dhe gjërat e mia I shikoni me vonesë këtu në YouTube. Mirë po nëse keni dëshirë të më ndiqni në Instagram, jam disi më aktive atje, sepse duhet mendojmë që unë nuk kam thjesht një punë nga shtëpia, kam vërtet një punë e cila kërkon impenjimin tim maksimal, edhe pak me ato lëvizjet që unë bëj, jo një gatim të vogël, jo të shkoj të marr Evanin, jo të shkoj të marr Biancën, etj. Këto pauzat e mia që unë bëj, të cilat janë okay, nuk më japin shumë benefit dhe unë shpesh herë detyrohem të punoj edhe në darke. Siç po thoya shpesh herë kur unë nuk e kam mundësinë për shembull që të mbaroj ato çka duhet mbaroj, raporte, gjëra të tjera me deadline-et që kam, atëherë I bëj në darke. Dua t'ju them një bravo të madhe, nëse ka ndonjë nga ju që më ndjek edhe është atje jashtë në protest, dua t'ju them një bravo të madhe, unë me shpirt jam atje. Me shpirt jam atje për gjithë shkeljen që na kanë bërë, duke filluar që nga mësuesit tanë, të cilët na ulin notën për të marrë në kokë leku. Dhe unë kam bërë shkollën tek Sami Frashëri, edhe ka patur I jashtëmase shumë mësues të cilët ta ulin notën që ti të shkoj atje, ti jepje lek që të kalonte, që të rriste notën, apo të çonte aty ku ti vërtet ishe. Unë familjarisht nuk kemi qenë asnjëherë me një parti. Ky është mendimi im 100% dhe besoj se kam të drejtë. Nuk kemi qenë asnjëherë të dhënë pas një partie, kur nuk kemi dalë për protestat partive, asnjërs, as tjetrës, asnjëherë. Dhe mendoj që fatkeqësisht partitë na kanë shkatruar njëra mbas tjetrës për të patur ato përfitimet e tyre dhe I dim shumë mirë ato lojrat apo më saktë teatrot parlamentar që bënin duke sharë njëri tjetrin etj. Unë nuk kam mundësi që t'jem aty me juve që të protestoj edhe të plezërin tim, mendoj që adrenalina që krijohet në shesh duhet jetë fantastike.
Ndërkohë që kam shumë njerëz të njohur të cilët dalin edhe i admiroj, do t'i them një bravo të madhe, mos dorëzoni, më shpresoj shumë që gjërat të shkojnë më mirë, e di që nuk është e lehtë të jesh atje çdo ditë, po nga njëra anë dim që kjo gjë do vullnet, do kohë dhe konsistencë që të ndodhë një ndryshim i madh. Kanë filluar të flitet në gjithë botën. Unë duke jetuar jashtë normalisht pa mundësinë për të qenë në Shqipëri për shumë arsye, sepse tashmë nuk jam një njeri fillikat, por kam dhe një familje në përgjegjësinë time. Bëj atë që unë mundem, postoj në Instagram gjatë gjithë kohës që zëri protestuesve edhe i kësaj gjëje të shkoj sa më shumë të mundet. E dim shumë mirë që shteti po mundohet që ti uli fuqinë kësaj proteste, po mundohet që të bllokoj internetin, të bllokoj TikTokun, të bllokoj Instagramin, apo ku dëgjoj që këto gjëra të mos postohen, pavarësisht se juve jeni mjaftueshëm inteligjencë të gjeni IP të tjera dhe është e kotë. Mirë, po juve që jetoni jashtë, do ju sugjeroja të bëni share edhe të shpërndani në story, në feed, në thjeshtërisht shpërndani edhe një herë të gjitha videot që juve ju pëlqejnë. Është vërtet besoj se ka ardhur fundi dhe shpresoj për një Shqipëri më të mirë. Askush nuk largohet nga vendi tim me dëshirën e tij të plotë, detyrohet nga rrethana të caktuara të largohet. Askush nuk doj që të mos flasi gjuhën e nënës në të cilën shprehet më mirë, më sakt. Unë po vuaj që t'ja mësoj fëmijëve të mi gjuhën e nënës. Fëmijën dhe kushdo që mua më thot pse si flet shqip, unë nuk jam një nën që kam ndonjëherë pa punë thjesht për të rritur fëmijët, jam një nën që i kam çuar fëmijët që 10 muajsh në Kopësht, edhe duam apo s'duam, koha më e madhe e tyre ishte atje në Kopësht ku dëgjonin anglisht. Kështu që jam e lodhur tani edhe me këtë pjesën pse nuk i mëson kështu, pse nuk i mëson ashtu. Vajza ime edhe djali, po sidomos flas për vajzën që është më e madhe, kupton shumë mirë, ka vështirësitë e saj në të folur, në të shprehur dhe unë e kuptoj totalisht, sepse nuk i është rrahur veshi mjaftueshëm. Mirë, po do mësojnë, ashtu si që kemi mësuar dhe në gjuhë të tjera, e tjera. Kështu që është e kotë të kjo pjesa, mirë po, ajo që do t'ju thoja është që nëse jetoni jashtë dhe keni mundësi të shpërndani këto video, shpërndajni, sepse do vinë dhe do shkojnë në vesh edhe në sy të dikujt i cili do mundohet që në një mënyrë apo një tjetër jo të dikujt, të një shteti, të një grupi, të një fuqie të caktuar që në një mënyrë apo një tjetër t'i uli fuqinë shtetit tonë parlamentari, i cili mendon që do arrijë të shkojë deri në 2029 qesharake. Edhe një gjë të fundit, sepse nuk dua që të zgjatem shumë duke folur, një gjë që unë do ju sugjeroja, juve e dini vetë, është të bëni unfollow, kjo është gjëja e parë që juve duhet bëni, unfollow të gjithë vipave shqiptar, të cilat dhe të cilët i shikoni të zhdukur nga kjo protestë, që do thotë nuk postojnë, nuk tregojnë, nuk bëjnë, rrinë të fshehur, rrinë si skufa, dhe aq më shumë që dje ishte dhe ai 85 vjetori PS-s, dhe kur pash dhe njerëz që tregonin nga PS-ja kështu ndërkohë që në anën tjetër po bëheshe kjo gjëja, për mua ishte kulmi. Ne vani po luan këtu. Këtë e vura këtu. Edhe hapëm edhe robet. Mario po na bën një kafe. Edhe trim ta shijojmë çik kafen këtu na. Sunshine i mamit. Ta. Shpejtë mami, shtype shpejtë. Ui! Oh no. Banda! Hemi Vera. 2, 3. Dale. Ç'm the mua? Shimë djalë. Come on Evan. Hi Evan. Wow. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Yay! Kemi çuar makinën për të rregulluar, po s'rrim dot në vend neve. Kështu që do ikim tani tek Charity Shop që kemi këtu afër. Ti hedhim një sy, blejmë në lojë si ajo që pat pak më përpara, edhe shohim. Gjetëm këtë skuterin Glober nga 65, 9 pound.
Është i ri fare, pa përdorur, njësoj si që kemi pas në të Biankës, po më vënë që të rinte jashtë, ka ndonjur brënda. I thash Marës do që ta blej, i thash Marës do ta blej këtë, kjo është që kur ikën banjë, luan golf. Mirë që i vonohem, unë, po të rri dhe me këta ngella atje. Fix. I really like what you cooked. Bëf mirë shpirti mamit. Kërkojmë këshu brek plazi për Marion. Mirë po ideja është që... Bianca, ku shkon me mam? Banane. Banane. Këto që janë very large dua për... Këto që janë këshu i dua për tortën. They look kind of nice. 6 copa është mjaftueshëm. Ndërkohë, për neve nga këto të thjeshtat. Një. I hapim se njerë si ka marrë, unë ka marrë kunati im pëthyre të gjitha, kështu që atëherë më ka ngel vest i hap të shoh. 2 qumësht. 1. Ndonë dhe të vishë të gjupin. E do të rikëshu. Nëse nuk e keni parë ndonjëherë këtë filmin, është Swap, quhet, është në Netflix. Unë e kam parë mbi 30 herë, ndoshta edhe më shumë, 50 herë ndoshta. Sepse fëmijët e mi po thuaj se për ditë do e shohin. Në fillimet ishte 3 herë, 4 herë në ditë, tani e kanë bërë më rrallë. Edhe zuri gjumë. Ja, ky është filmi që po ju thoja Swapped. O zot, shikojnë që gishtat e Evanit dhe të Biankës. Hipin këtu të jastikët ata. Se po shohim këtë futbollin, ne? Mario, di si vjen drita nga atje? Po fute brenda të mos e lë jashti. Zot na ruaj. E di si bie dielli nuk duket. Nuk duket. Po shohim. Pra tani dukesh fix. Po shohim këtë ndeshjen neve. Oh, pick her up, Evan. Put her, mami. Ha, s'po të rrit drejtë, mami? Oh, bravo, ha. Puqe. Oh, bravo, mole. Dhe ules aty? That's daddy, papi. Dada, that's it, lady. Hello, Mario. Nga atje? Në më i bukur. With you. Papi. Edhe dole ti shpirti im. Hamo. More kukla papi të me. I wanna grow old with you. Shiko Eva, papi, look Eva. Did you see Eva? Eva used to be very tiny weeny, like you now. Ky ishte fustani imi preferuar, se e bleva, jo për gjë. Everything you do, I wanna grow old with you. Po shojmë dasmën. Rruga e re të treni, se diku aty kam pasur shtëpinë e vjetër, kështu që yeah, full of memories. Wow.
Ama këtu është bërë një bashkimi pa para. Ai theri. Jo, akoma nuk e shikon Mario se po the Gjigji. E theri. I doli Gjanko tani. Theri, Ah, theri. iko Bianca. Film horror, film horror. Ama. Po ti se ke parti? Vega. Po, më shumë gjëna. Që thejnë, po mos hamish, ti pse hamish? Është tjetër. Është tjetër gjë tash mish. Po, sa e mbajtje. Ajde. Morti. Keve. Po vjen me marr nusen. Early. Ja, përshindë, Erdi të shtëpia. Këto e kisha ble që nga Anglia, unë këto wedding, këto gjërat. Gjitha e kemi bërë për Ja, Jugu ka bajrakun. Në kanë ardhur me marr nusën të shtëpisë, sa dasmën time do e vëm në një ditë tjetër tani, se kjo doli e para. Erdhë me kërku dorën unë. Këtë e nusën, domethënë me marr nusën. Jo, po ta dish me që jemi. Se është mundial. Mundial. Që pavi, kishe që kile këtë, po jo? Po. Jo, mirë ka që mos ja fut kocës, ka barka, ja. Nona jeme. Pa e kuleta lekve, mami që ke mrapa. Se kisha bure, ma lek me vetëm, mos ja marrin. Ajde, Landri e pudhe Landri. Mami, babi të ri, vlaj me nusën, motra pastaj. Po shërbej nusët e shtëpis. Motra me nusën, me nusën vlajt. Qa është e? Whisky Coca-Cola. Po për së është ngjyrë e zezë, tash e vodka Red Bull s'është. Vodka Red Bull është, po çu whisky Coca-Cola më jeta. A me graria nuk merrni? Nuk marrin gratë, jo. Jo, po është whisky. Ju doni krem çaj. Krem whisky. Krem whisky. Ndërkohë mua më kishin mbyll në dhomë, se s'duhet pa nusja. Ja, erdhën pijet e grave. Që ju ka dhënë grave tash i për të pi? Give it to Bianca. Që ju ka dhënë grave për të pi? Se unë nuk kam qenë të dhoma, unë thjesht shikoj për të prapaskenat. Baba im duke fol, ta unë kisha zemrën të baba. Gëzuar, ajt për hajër. Gëzuar. Gratë që rrinë aty më prapa vi për të pa, që ju duhet në një gjë tjetër? Që të marrë në një gjë tjetër? Gjithë tension. Shishi. Kukla mami, look mami. Të dhoma ime e vajzëris. Hajde, po nxjerrin motrën, hajde dal shpejt, për të më kanë kap për krash, mësu për më arrestojnë. Dil shpejt se na të zive jetën. Shefi shtabit me atë spakun. Ma dhanë edhe mollën. Që të bëj mollës, unë da edhë. S'di gjë unë nga këto traditat e jugut. Bianca, look daddy. Ka vu brek të Evanit në kokë. Hajde, dance Evan me kongën e mamit. Opa! I dhe moj mollën këtu! O Bianca, hapu i qike, mam. Bravo! Shika ka dhe lodhja shme. Babi. A vashë, me vashë të takosh pra. Po është ndryshe e ndjesia. Në lokali super. Dekori, atë lutem. Ambazhuri. Nice, është nice, lokali lezeqëm. Këto mjaltat i kam bërë vetë, të gjitha. I kam porositur gjitha nga AliExpressi, ato ngjitsen, nuse pashkën lartë, çfarë tjetër, ato fjongot, edhe vetëm kavanozat i kam blerë këtu në Angli dhe kam çuar në Shqipëri nga Anglia, diku te 200 ca kavanoza të vegjël, që do i bëj edhe për dasmën time dhe për të Marios.
nervi. Uapa! Jo, këci me gjë, për na janojnë të këmbët 3 ditë rrish nuk vishnim të këpuc. Hajde! Ky fustani ishte 12 kg të merë, po do e ndroj, pa ha. Ja, veshëm fustanin tjetër që të rrim rahat. Tani doli gjë. Mama, ku pas ke i këdhëndri që më kalon mu vetëm? Bëgjas ma si kur e di unë këtë këngën, as një laf nuk di. Kujdes. Edhe Mario veshi këtë bluzën që është Super Mario duke majtë princeshën. Ngjyra dalin kështu nga telefoni se kështu janë më okej. Po lajsh Raminun. E dogji shumin e beqaret. Ky kishte kohë që kishte djeg, pa hajt ma. Na, pipura baba. Fustani është ngjysha pajt sepse del kështu i verdh së di. Tani Mario heq atë rripin që mbaj unë te këmba që t'ja hedhi çunave beqar. Edhe njerëzit, ua, çfarë po bëhen ai reja? Ma zoti mu dhe unë vjen kejtën. Pse? Hajde atë. Ik për e qërse jo. Se normalisht ishim dërpare të Shqipëri që e bëm këtë gjë edhe duke shë wow. Se njerëzit nuk ishin mësuar. Do me thënë jo në Shqipëri se dium, po nga ato që njohim ishim të parët që e bëm. Prandaj ishte çik si weirdo që ti të hiqe atë rripin e vajzëris, le të themi, edhe do e merte, kush do që e merte është njësoj si ajo buqeta e luleve, që kush pret buqet në luleve do martohet next, e njëjta gjë me rripin me çunat, kush do e marri do martohet next. Je bukra. Unë që përdridhem atje, dasmën i kemi shijuar në maksimum. As një kompleks, as një kompleks, as një ndjesi kush është, kur po më shikon, thjesht e kemi shijuar. Dhe që dasmën e mbyllëm e kaluam kështu, do fillojmë tash do bëjmë një tort se Mario Lushi jon ka ditëlindje. Bakalot. Si e diel që është dhe plus që Mario nesër që është e hënë ka ditëlindjen, atëherë vendosim që të bënim një barbecue të vogël. Ai që të bëja një tort, në fakt kam shumë kohë që po mendoja të bëja tortën që ndryshe quhet Halekulani cake, nëse nuk e kam gabim, vjen nga një hotel shumë i famshëm në Hawaii, as vetë nuk e mora vesh se si më erdhi në vesh kjo lloj torte, mirë po të gjithë ata që ishin pushues të hotelit thonin që kjo ishte torta më e mirë e jetës tyre, dhe një ndër arsyet pse donin të riktheheshin ishte të provonin këtë tortën. Kur bëri 65 vjetorin, më duket vjet ose si vjet nga fundi vitit ose si vjet në fillim të vitit. Atëherë, gjë bëri 65 vjetore një hoteli, torta që jepeshi gjithmonë pushuesve, atëherë vendosin që ta bënin publike recetën. Nuk e di si do ndali dhe nëse dele mirë, me patjetër do ta bëj sërish, do ftojmë edhe njerëz over sepse torta nuk ka ardhur vetëm. Keku po bëhet dhe e vura në furr. Tani vazhdojmë me gjërat e tjera. Më duket shumë e çuditshme nga ato që kam bërë. Mirë po, nejse. Tani e dihet. Sidomos kur bën tort. Tararam, tararam, tararam. Unë për t'i larë me një gisht mangut.
Atëherë këtë e bëm e thekëm edhe e vura te ky që të ftohet shpejt. Tani filloj me kërkesat se çfarë do kremi I pasicirisë. Sheqerin, duke qenë se është pak do përdor këtë të voglën. Done. Hey. Sta io mi mamma. Cos'è sta tu? Evanusi? La la la. La la. La. Ha, mo Eva, do e përzish mishin. Okay, Bobby. Mario, thuaj të kontrolloj tek pijame se gjen plot. Në vendi do ta pastrojmë tani, po. Shikoni sa e bukur duket.
I'm very, very impressed. Tani torta ka mirë të ri. Apo po. Tani torta duhet të rrim patjetër gjithë natën, kështu që ajo është në frigorifer fiks për nesër. Dhe unë kam përsërish gjithë zhullin për pastruar. Gjithë kokonat flakes që janë hapur nga të gjitha anët e tjetër. Shpresoj një tjetë e mirë. Dance, Evan! Come on, Eva, let's dance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Woohoo! Make a wish. Yay! Cake, cake, cake. I'm so glad you're not old. Yeah, Mama, he's not. I'm not going to be dead, Bobby, right? Right, okay. Are you 39? Uh-huh. Yeah. Hey, Ray, you're not old. I'm very surprised. I cannot believe that This is the adults truth. turn into 39 and they almost get 40? You're almost going to be 40. You're almost going to be 40. Yes, Bobby, don't remind that to me.